E nderuar kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, i nderuar nënkryetari i Kuvendit ndjes, të nderuar deputet, më lejoni të shpreh falënderimin tim së pari për çdo qytetar shqiptar që mori pjesë në zgjedhjet e 11 majit, brenda apo jashtë vendit. Pjesëmarrja e tyre është themeli i demokracisë, i një dëshmie të qartë e besimit tyre për shtetin e së drejtës. Si ministri i brendshëm, jam këtu për të konfirmuar gjithashtu përmbushjen e detyrimeve të Ministrisë së Brendshme për disa aspekte themelore të këtij procesi zgjedhor që lidhen me fushën e përgjegjësisë së kësaj ministrie. Ne, si ministri, hartuam listat e plota e të sakta zgjedhore brenda vendit për herë të parë, por edhe për diasporën. Pajisjen apo rinovimin e shtetasve tanë me dokumentin e identifikimit, duke ndërmarrë jo vetëm fushata ndërgjegjësimi, por edhe ndërhyrje ligjore për të përmirësuar dhe për të ardhur në ndihmë qytetarëve për lehtësimin e procedurave në lehtësimin e procesit zgjedhor. Në kuadër të masave për mbarvajtjen e procesit, javët e fundit kemi ndërmarrë akte normative përkatëse për zgjatjen e afateve të vlefshmërisë për letërnjoftimet elektronike dhe pasaportave biometrike. Fillimisht, këto akte janë miratuar për shtetasit shqiptar brenda vendit dhe jashtë vendit, në shkurt të këtij viti dhe më pas. E njëjta nisëm është miratuar dhe për shtetasit me banim të përhershëm brenda territorit shtetëror, duke garantuar kështu të drejtën kushtetuese për të votuar për çdo zgjedhës. Pavarësisht dokumentit biometrik me afat vlefshmërie të skaduar deri në datën 11 maj. Ato janë hartuar nga Ministria e Brendshme, miratuar nga Këshilli i Ministrave, janë depozituar në Kuvend sipas çdo procedure. Sot ne jemi këtu për të kërkuar Kuvendit të miratojë përfundimisht me qëllim që ky proces të marrë formë të plot institucionale dhe këto akte të formalizohen. Por me që mora fjalën, dua të theksoj se zgjedhjet e 11 majit ishin një provë e rëndësishme për institucionet ligjzbatuese, e mund të them me bindje se kjo ishte një nga periudhat zgjedhore më të qeta e më të mbikëqyrura ndonjëherë. U vendosën standarde të reja për sigurinë elektorale nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të një plani të detajuar operacional në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në prokurorinë dhe prokuroritë e rrethave gjyqësore, si ashtu dhe me prokurorinë e posaçme. Rritja e pranisë policore në zonat me ndjeshmëri pa asnjë ndikim politik, me zero tolerancë për ndërhyrje nga jashtë në këtë proces. Krijimi i grupeve të punës duke monitoruar dhe parandaluar çdo tentativë të mundshme për deformimin e vullnetit të çdo votuesi. Si dhe mbi të gjitha, një angazhim i palëkundur për bashkëpunim të plot me institucionet e drejtësisë për hetimin dhe ndjekjen penale të çdo akti që do të cënonte integritetin zgjedhor. Ka pasur referime të menjëhershme dhe hetime të shpejta në kohë reale për veprimtari të dyshuara penale, përfshirë raste të fotografimit të votës apo vepra të tjera të dyshuara, të cilat janë bërë dhe publike. Kjo dëshmon se askush nuk është mbi ligjin dhe do të përballet gjithmonë me të kur cënon të drejtën e votës së lirë. Nga ana tjetër, ky ishte një mesazh i qartë i qeverisë për të ndarë politikën nga çdo tentativë që synonte cënimin e legjimitetit të votës. Të nderuar deputet, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe me integritet është një përgjegjësi natyrisht së pari e qeverisë shqiptare, si dhe palëve në proces, por edhe një përpjekje e përbashkët e të gjithë institucioneve në vend, por dhe atyre monitoruese, ndërkombëtare, e një armate të tërë njerëzish të angazhuar në procesin zgjedhor dhe vetë shoqërisë në tërësi. Në procesin e 11 majit kemi hedhur një tjetër hap në përmbushje të vizionit ton, duke afruar më shpejt vendin aty ku i takon familjes së madhe europiane. Faleminderit.